Shqiptarët do t'i besonin sërish kryeministrit Rama edhe për një tjetër mandat në zgjedhjet e 11 majit. Të dhënat e sondazhit të 17 prillit të Institutit Italian Piepoli për Report TV tregojnë se PS fiton me 50% të votave. Një javë nga nisja zyrtare e fushatës elektorale, PS vjen të qëndrojë në avantazh krahasuar me sondazhin e mëparshëm. Rama thellon fitoren krahasuar me rezultatet e 2021-shit që u konfirmua në krye të qeverisë me 48.7% të votave. Sondazhi prestigjozës Piepoli kësaj të njëjtë lën opozit koalicionin PD-ASHM, të drejtuar nga Sali Berisha, duke mos kaluar 33 deri në 37% të votave, të dhëna të pandryshuara nga anketimi i javës së kaluar më 10 prill, por në rënje të ndjeshme krahasuar me rezultatin e bashkuar të PD-s 4 vite më parë në 46.3%. Forcë e tretë edhe këtë javë mbetet koalicioni Nisma Shqipëria bëhet e Adriatik Lapajt, me një rritje të lehtë krahasuar me të dhënat e 10 prillit në 7 deri 9% të votave. Forcë e katërt, Mundësia e Agronshehaj që krahasuar me javën e kaluar ka pësuar një rënje të lehtë në 3.5 deri në 5.5%. PSD e Tom Doshit mbetet e qëndrueshme në vlerat 1 deri në 3%, duke ruajtur pozicionin e vet në sondazhe, pa lëvizje domethënëse gjatë javëve të fundit. Lëvizja bashkë e Arlind Qorit pëson një rritje simbolike, duke kaluar nga 0 deri në 2% në sondazhin e 10 prillit, në 0.5 deri në 2.5% në këtë të fundit. Koalicioni Euroatlantik i Lulzim Bashës mbetet në të njëjtin nivel si një javë më parë, ndërkohë koalicioni Djathtas për zhvillimin Dashamir Shejt nuk e ka përcen pragun 0.5% të votave. Një javë pas nisjes së fushatës vjet re një rënje e besueshmërisë e elektoratit për opozitën e Berishës. Pjesa dërmuese të anketuarve nga Piepoli ose 64% shprehen se opozita e drejtuar nga Berisha është as pak e besueshme, ndërsa ka një rritje me 3% të besueshmërisë për partitë e reja të opozitës krahasuar me sondazhin e javës së kaluar, ndonse shqiptarët mbeten sërish skeptik në masën 56%. Tashmë që partitë politike po prezantojnë para qytetarëve ofertat e tyre politike, pyetjes së Institutit Piepoli se programin e kujt subjekti njohin më mirë, 45% e shqiptarëve i përgjigjen se njohin më shumë premtimet e PS-s dhe Edi Ramës mbi pagat dhe pensionet, madje 44% e shqiptarëve ky program i bind më shumë, ndërsa në vend të dytë me 34% renditet koalicioni PD Aleanca për Shqipërinë Madhështore. Nga forcat e reja politike, shqiptarët kanë njohje sa i takon programit të koalicionit Nisma Shqipëria bëhet, Partia Mundësia e më pas Lëvizja Bashk. Ky sondazh i Institutit Piepoli u realizua mbi një kampion prej 1211 qytetarëve me të drejtë vote nga data 10 deri në 15 prill.